Një ditë pas ndërprerjes së rreshjeve të shiut që shkaktuan dëme në Gurin e Zi dhe Vaun e Des, disa hektar tokë në fshatin Pleqë të njësisë administrative Bushat ende vazhdojnë të jenë në ujë. Sipërfaqja e përmbytur e mbjedh me lule, fitanisht të pyjore dhe hasëll mbetet ende izoluar nga uji, ndërsa në pjesën tjetër të zonës prania e ujit është tërhequr. Në fshatin Mëlgushi, i cili një ditë më parë kishte prezencën më të madhe të ujit në zonën e Bushatit, situata të hënën ishte kthyer normalitetit, duke qartë se situata alarmante e krijuar nga rreshtet e dëndura gjatë fundjavës tashmë i përket të kaluarës. Por ajo që nuk mund të nashkalohet është sinjali i rëndësishëm që dha Bashkia e Shkodrës dhe Vaut e Des, Bordin e Kullimit, si dhe shtabin e emergjencave civile të prefekturës së Shkodrës, se nëse nuk lëvizet shpejt rreziku i përmbytjeve është prezent. Është e domosdoshme të rishikohet në vimësi sistemimi i rrjetit të kullues në të gjitha zonat dhe të ndërhyrë riparimin e problemeve të evidentuara nga rreshtet dhe vërshimet e fundit. Nëse situata e krijuar nga porroi glinës nuk ishte e papritur, pasi rrezikshmëria e tij njihet për vitesh, gjendja e krijuar në Gurin e Zi tregon se sistemimi i përrëmeve që zbresin nga mali dhe lidhja e tyre me rrjetin kullues vijon të jetë ende mangësi serioze. Çdo ditë që kalon në afron drejt periudhës së rreshjeve intensive të dimrit, të cilat zgjasin me ditë e javë. Nëse nuk ndërhyret pa humbur kohë për sistemimin e përrëmeve dhe kanaleve, Guri i Zi dhe Bushati rrezikojnë të përballen me situata dhe më të rënda në muajin e vijim.